Gjykata e Selanikut ka vendosur që 53 vjeçari Ilir Shtufi të mbetet në paraburgim në pritje të shqyrtimit të kërkesës për ekstradim të paraqitur nga autoritetet shqiptare. Ai është ndalur në kuadër të një operacioni të zhvilluar nga autoritetet greke pas një sinjalizimi të kuq të Interpolit të lëshuar nga Shqipëria në lidhje me hetimet që lidhen me vitin 2020 në Tiranë. Shtufi akuzohet për pjesëmarrje në një organizatë kriminale të strukturuar, kryerje veprash penale në kuadër të kësaj organizate dhe pastrim parash ardhuraj që dyshohet se burojnë nga aktivitetet të trafikut të lëndëve narkotike në përmasa të mëdha. Sipas dosjes hetimore, ai dyshohet gjithashtu se ka profituar nga investime të mëdha në sektorin e ndërtimit. Gjatë paraqitjes së tij në prokurinë e apelit të Selanikut, në masa të rrepta sigurie, 53 vjeçari ka deklaruar se nuk pranon të ekstradohet në Shqipëri. Sipas burimeve gjyqësore, ai ka mohuar të gjitha akuzat duke pretenduar se është përfshirë padrejtisht në këtë çështje dhe se nuk ka patur rol në veprimtarinë e dyshuar kriminale. Arrestimi i tij është kryer nga forcat greke të krimit organizuar në veri të vendit pas shkëmbimit të informacioneve nëpërmjet kanaleve të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe Interpolit. Sipas autoriteteve greke, Shtufi është lokalizuar dhe arrestuar në një hotel pranë Selanikut pak kohë pasi kishte hyrë në territorin grek përmes pikës kufitare të Kapshticës. Ndërkohë, procesi i ekstradimit pritet të shqyrtohet në ditët në vijim nga autoritetet gjyqësore greke, të cilat do të vendosin nëse ai do të dorëzohet apo jo në Shqipëri në kuadër të procedurave ndërkombëtare të bashkëpunimit penal.